Selam aleikum të nderuar shikues të podcastit të Miftinisë të Tovës së reflektimit të Ramazanit. 29 ditë, 29 mesazhe. Padyshim se Ramazani është muaji i reflektimit, i vetëdijsimit e i shumë punëve tjera të mira dhe ngritjes së personaliteteve të ndryshme. Padyshim se për vetëdijsim njeriu ka nevojë për një gjë parimore, që është leximi apo libri. Libri ndihmon dukshëm në ngritjen e intelektit dhe në aftësimin e njerëzve në sfera dhe fusha të ndryshme. Edhe pikërisht tema për cilën do të flasim sot është leximi në muajin e Ramazanit dhe roli i bibliotekës së Medresesë Sabeu në kultivimin e dijes fetare. Personi i cili do të flasë për këtë temë është një profesor i cili është përgjegjës për bibliotekën e Medresesë Sabeu, profesori i nderuar Blendi Efendi Imeri. Selam aleikum profesor, mirë se erdhët në këtë podcast. Aleikum selam, mirë se u gjetëm. Allah ju shpëlbeft që keni ndaj kohë të jeni pjesë e këtij podcasti. Deri është. Profesor, me që cekëm vlerën e leximit dhe rolin që e luan në biblioteka realisht e Medresesë Sabeu në kultivimin e dijeve fetare, pse do ta konsideronim Ramazanin muaj të veçantë dhe për lexim, jo vetëm për agjerim? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimet dhe lavdërimet e takojnë Allahu xhaleshanhu, krijuesit të gjithësisë, sunduesit të pakufishëm, vetëm atij besojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe shpëtim kërkojmë. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi pejgamberin e fundit, njeriu më me ndikim në historinë e njerëzimit, shpëtuesin e njerëzimit, pejgamberin ton të dashur dhe shumë të respektuar, me Muhammedin alayhis salam. Allahu qoftë razimet e me familjen e tij të pastër, me shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata rrugën që e ndoqën, e ndjekin dhe do të vazhdojnë të ndjekin rrugën e shpëtimit, rrugën e xhennetit, rrugën e islamit deri në ditën e gjykimit. Në fillim ju falenderoj për ftesën që të jem unë pjesë e karavanit të ligjëratave, të cilat bëhen nga ana e Miftinisë së Bashkisë Fetare Islame të Tovës. Mendoj se muaji Ramazanit është muaji i edukimit të plot të besimtarit. Ky muaj është muaj i shenjtë, është muaj i dalluar. Po nëse hym në atë e cila është shumë e rëndësishme, konkretisht ta them atë thelbin për këtë muaj të Ramazanit Sherifit, agjerimi është edhe disiplinë e besimtarit apo një shkollë për besimtarin, sepse ajo e mëson se si të ecë tutje. Agjerimi e disiplinon trupin e besimtarit, do e thoja, ndërsa leximi të lexuarit e ushqen mendjen dhe shpirtin e besimtarit. Ky muaj lidhet me drejt për drejt me librin apo me leximin e librit, sepse në Ramazan edhe filloi shpallja e Kur'anit. Edhe ajeti i parë i cili ka zbrit është Ikra, ku Allahu xhaleshanu na udhëton që të lexojmë, të studiojmë. Kjo tregon se besimi nuk ndërtohet vetëm mbi ndjenjat e njeriut, por edhe mbi dijen dhe vetdijen e njeriut apo edhe besimtarit. Prandaj, leximi në këtë muaj është shumë i rëndësishëm dhe nuk është vetëm të lexojmë Kur'anin, por është me rëndësi edhe ta kuptojmë se çfarë lexojmë, çfarë domethënie ka Kur'ani, çfarë kuptimi ka Kur'ani, çfarë mesazhi jep Kur'ani. Ju falenderit. I nderuar profesor, çfarë vendi zë leximin në Islam? Sepse cekët edhe ajetin kuranor që përshkruajti, do të thonë urdhrin e parë të Allahu xhaleshanu mirë, po çfarë vendi falni zën leximi në Islam? Në Islam leximi është themel. Dhe pa dije nuk ka adhurim. Po pa të lexuarit ne nuk do e kuptonim se çfarë është adhurimi, se çfarë është feja. Dhe leximi zë një vend të rëndësishëm në fen islame. Historia islame është histori librash, është histori dietarësh dhe është histori bibliotekash, sepse në biblioteka ka edhe literatura fetare ku ne mundohemi që të lexojmë dhe të kërkojmë dije
për të vazhduar se si duhet të jetuarit. Çdo përparim i umetit në histori, në histori, çdo përparim i një umeti apo një kombi, do e thoja, ka ardhur nga respekti apo ndërgjegja që ka njeriu ndaj dijes. Prandaj, të lexuarit nuk është vetëm luks, por të lexuarit është domosdoshmëri për besimtarin. Pra, besimtari nga fillimi, kur fillon, të di, të lexoj, kur i merr hapat e para, e deri në fund, në mbarim, e ka obligim që të përparoj të hes para, konkretisht duke lexuar, duke medituar dhe duke lexuar ne hapim edhe kornizën e dijes tonë. Është shumë interesante që libri është, si ta them, si një ëmbëlsirë. Sa më shumë të lexosh, të kuptosh nga libri, aq më shumë e vetëdijson vetdijen tënde dhe gjithmonë je i etur për libra të ndryshme apo për literatura të ndryshme. Shif, ne tash në këtë kohë të cilën jetojmë, kemi shumë literaturë të begatë, elhamdulillah, në gjuhën shqipe, fal kontributit që kanë thënë njerëzit të cilët janë marrë, konkretisht teologët, profesorët të niveletve të ndryshme, akademikët, të cilët janë munduar sa më lehtë t'i ofrojnë besimtarit dijen, dhe nëpërmjet leximit besimtari edhe fiton dijen. Pra, gjithë këto janë shumë të rëndësishme për jetën, edukimin e besimtarit, i cili do të vazhdojë jetën për te. Faleminderit. Ne gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, ndoshta edhe gjatë muajve tjerë lexojmë Kur'an, po gjatë muajit të Ramazanit e shpeshtojmë të themi leximin e Kur'anit dhe rritim sasinë të cilën lexojmë ditë, nëse gjatë jashtë muajit të Ramazanit kemi lexuar një faqe ose dy, gjatë Ramazanit lexojmë edhe më shumë. Mirë, po përveç Kur'anit, çfarë duhet lexojë diçka tjetër besimtari? Dhe a duhet lexojë diçka tjetër besimtari? Çdo mend që Kur'ani mbetet qendra kryesore, ku besimtari duhet të furnizohet me dije dhe edukim, por edhe të qetëson shpirtin e tij. Por për ta kuptuar më mirë atë, apo si ta them më konkretisht, se si ti qaset në leximin të Kur'anit, janë shumë të dobishme edhe libra tjerë, si për shembull tefsiri apo komentimi. Nëpërmjet leximit apo ajetit kuranor, kur e merr edhe ta në përkthim, edhe lexon Kur'anin edhe kupton anën tjetër. Edhe kupton, është shumë e rëndësishme. Edhe kur e kupton ajetin, ti din të dallosh se çfarë duhet të bësh apo çfarë urdhër Allahu xhaleshanu të ka dhënë apo çfarë sugjerimi ke. Pastaj është shumë e rëndësishme hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam, të marrësh të lexosh për shembull Sahih Buhari, Muslim, këto janë shumë të rëndësishme se nëpërmjet kësaj dhe e kupton edhe Kur'anin familjar. Dhe vetë hadithet domethënë na orientojnë në lexim, siç është hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thotë se kërkoni detyrim prej djepi deri në varr. Dhe besoj që përveç eksperiencave të jetës edhe me lexim normalisht se kërkohet detyria, një pjesë e madhe e saj. Gjithashtu ka literatura të ndryshme, për shembull ke literaturë për pastrimin e zemrës dhe vetë përmirësimin e njeriut, apo ke edhe literatura tjera të cilat flasin për edukimin e njeriut, ke literatura të cilat flasin se si duhet njeriu të vazhdojë të jetuarit, në çfarë hapa duhet të vazhdojë. Dhe shihni, është shumë e rëndësishme se si formohet karakteri i një besimtari. Çdo mend se me këtë ne e kuptojmë vetë nëpërmjet Kur'anit familjar, por e kuptojmë edhe nëpërmjet literaturave fetare që janë të ndryshme fetare. Nuk ka rëndësi se sa është sasia, por vazhdimësia dhe sinqeriteti në lexim. Pra ne mund ta marrim një libër, ta lexojmë sa duam. Ndash ke libër edhe me kopërtinë të madhe, që është që përmban brenda 200-300 faqe, po ke edhe 20-30 faqe fletushka, mund të themi, dhe
mbrenda se çfarë përban libri. Edhe në qoftë se ne e lexojmë librin, edhe e kuptojmë librin, atëherës ne e kemi arrit qëllimin e leximit, apo vetë kuptimin e leximit. Qëllimi do të thonë është jo vetëm të lexohet, por të kuptohet. Po shihni, është shumë me rëndësi se edhe kur merret një libër për të lexuar, është me rëndësi duhet të shifet se kush është autori që e ka shkruar. Në çdo libër ne kemi edhe parathënie. Mendoj se çdo kush duhet të shoh njerëz se çfarë literature përdoren, pastaj fillon edhe ta lexoj librin deri në fund. Është e rëndësishme që ta krijojmë leximin pjesë të përditshmërisë sonë. Çfarë ne kuptojmë këtë? Ka shumë variante të lexuarit. Çdo mend se jemi duke jetuar në një kohë që është shumë dinamike. Është shumë e stresuar. Njerëzit kanë kohë, por ndonjëherë edhe humbin kohën duke përdorur, duke e çuar kohën në vendet të cilat janë të ndaluara. Po njeriu kur do e bëje pjesë të kulturës së tij, të lexuarit librin, dhe ai asnjëherë më nuk do e lejë librin. Gjithmonë do të lexoj. Ekja për leximin asnjëherë atij personi, atij besimtari nuk do t'i shohet, por gjithmonë ai do të vazhdoj duke kërkuar literaturë. Është shumë interesante, është më vendi ta them që ka 3 vite që e ushtroj këtë profesion dhe tek unë vinë nxënësit për të mësuar, për të marrë libra, e shoh që disa nxënës, të cilët e bëjnë një program të tyre për lexim, ato i kje çdo javë prezent. Interesant, çdo javë i kje prezent. Marrën libra të ndryshme. Marrën libra të ndryshme, me siguri këtë pjesë do e shtrojmë më tutje, por kështu si shembull e marrë. Informacion shtesë, po. Faleminderit. Me që ishim te biblioteka dhe ju si përgjegjës i medresesë Isabeu, do të ndalim pak te biblioteka medresesë. Çfarë përfaqëson kjo bibliotekë? Është një temë që rrallë ceket, mirë po ka një vlerë dhe një peshë të madhe në jetën fetare, po ashtu edhe në jetën e nxënësve të cilët mësojnë nëpër këto medrese. Çfarë përfaqëson biblioteka medresesë? Biblioteka e medresesë Isabeu mund ta them që është një institucion në vetëm brenda institucionit të medresesë Isabeu, që është institucion i vetëm arsimor fetar në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ajo nuk është vetëm, duhet ta kuptojmë, kur e përmendim si bibliotek, ajo nuk është vetëm depo e librit. Nuk është vetëm depo e librit, por aty është historia. Aty është edhe shkenca e fesë sonë islame. Dhe duhet të them që biblioteka e medresesë Isabeu është e pasur me mby 2000 tituj në gjuhë të ndryshme, duke filluar nga gjuha shqipe, gjuha ham, gjuha maqedone, gjuha arabe, gjuha turke, gjuha kroate, gjuha bosnjake, gjuhë turke, me siguri e potencova, kemi edhe në gjuhën angleze, kemi në gjuhën perse, persisht, gjuha e vjetër. Pra kur e përmendim e shihni sa përkthime ka, sa literaturë ka të gjuhë të ndryshme. Edhe këto gjuhë besoj se secila nëse i ka nga 100 kopje brenda të librave, do themi që 10-10 gjuhë 1000 libra e tutje. Pra, kemi një literaturë prej 2000 librave dhe çdo ditë jemi, elhamdulillah, duke pasuruar. Themelimi i bibliotekës Isabeu ka filluar, së medresesë Isabeu ka filluar që nga fillimi i hapjes e shkollës, që është daton nga vitin 1984. Do të quajmë rihapja ashtu se është, do të thonë ka po, gjatë historisë, do të thonë disa herë është mbyllur dhe hapur, por hapja e fundit që është bërë në vitin 1984, pre atëherë daton, thash se ka një fond libres, është e pasuruar. Përditshmërisht është e hapur nga e hëna deri në ditën e premte, kur janë ditë zyrtare
që janë të hapura, kur është e hapur edhe shkolla. Me që jemi këtu të funksioni, përmendet orarin, si funksionon konkretisht biblioteka medresesi Sabeu? Çfarë ofron ajo, domethënë për nxënësit, për talebët, të themi ashtu të asaj shkolle? Biblioteka është e hapur nga ora 8 deri në ora 4 mbasdite. Shkolla jonë është e karakterit konviktor dhe është e hapur 24 orë. 24 orë, vetë ke qenë medresante edhe din edhe une, 24 orë është e hapur dhe është me aktivitete. Por kjo është orari zyrtar, prej ora 8 deri ora 4. Gjatë kësaj periude, nxënësit vinë dhe huazojnë librat, të cilat i marrën dhe i kthejmë në afat 2 javor. Tash ka ardhur epoka digjitale, e digitalizimit, dhe une jam afër 3 vite që jam përgjegjës i kësaj biblioteke. Është shumë e rëndësishme ta potencioj se nga fillimi kur erdha në këtë pozicion, doja të lënë ndonjë gjurmë. Dhe fillova ta digitalizoj bibliotekën. Po çfarë nënkuptojmë me digitalizim? Pra, çdo libër është i vendosur në raft, shkruan numri ati, dhe ty nëpërmjet katalogut që e ke në kompjuter, apo e ke në formë, domethënë, të shtypur, hi nxënësi edhe e shef. Dhe realisht e shef se çfarë i ofron. Po, dhe është e ndarë. Janë tituj fetar, janë tituj shkencor, janë tituj gjuhësor. Dhe nxënësi, për çfarë është interesuar, hyn brenda dhe klikon dhe e gjen atë. Ndoshta më herët ka qenë më e rëndë, sepse është dashur në formë, si ta them, klasike të kërkohet, po tash mund të them brenda 30 sekonda ose 1 minuti, kompjuteri e gjen se filan libri në cilën raft është, në cilën pozicion është i vendosur, edhe kështu me radhë, domethënë është tërësisht e digitalizuar biblioteka. Tjetër, gjatë ditës, nxënësit e potencova se vinë, ka nxënës të cilët vinë dhe lexojnë aty, po ka nxënës edhe i huazojnë. Ka kohë kur ne organizojmë, ta them si një, ja kushtojmë një ditë të leximit, si një kurs, dhe marrëm edhe e lexojmë një libër, pastaj e shpjegojmë. Pra ka librit, temës të librit. Ka aktivitete të ndryshme, po doja edhe një, si ta them, një lavë, ta them, nxënësit tonë, une i kam shikuar në formë t'i kontrolloj, besoni se gjithmonë, kur vinë në bibliotekë, është përgjegjësi i bibliotekës, apo nuk është, apo ndonjëherë lëm ndonjë nxënës që është e kujdestar. Gjithmonë e marrën librin edhe e vendosin në raftën e njëjtë. Pra nuk ka ta them si sallamadi, por sicili është i kujdesshëm dhe është krijuar në bibliotekë një qetësi. Kur hihet brenda, besoni që asnjë nuk komunikon ndërmjet vete. Sicili e shef punën e vet, e merr librin të cilin e intereson, e shfleton, e pëlqen, e merr, nuk e pëlqen përsëri e vendos në radhë. Dhe rregullshmëria, kjo është shumë e rëndësishme. Nxënësi i cili merr librin, e huazon, e ka 14 ditë, apo 2 javë. Në qoftë se i nevojitet nuk e ka arrit për shkak të obligimeve që i ka parsore në shkollë, ato literatura bazë që është, atëherës vinë dhe pyet dhe mund t'i shtohet sa ka nevojë 1 javë, 2 javë tjera. Por është shumë e rëndësishme se gjithmonë nxënësit tonë, elhamdulillah, vinë në kohë dhe ose na lajmërojnë se do vazhdojë librin, ose e kthen e ka mbaruar, por eqja për lexim, shqyrë Zotit, nuk mbaron. Inshallah vetëm shtohet. Amin. Me që jemi të leximi cekët, se nxënësit janë kogja të interesuar për lexim dhe frekuentojnë shpesh bibliotekën, do më intereson të gjatë muajit Ramazanit, apo kur afrohet muaji Ramazanit, a shtohet interesimi i nxënësve edhe më shumë për lexim? Apo është gjithmonë i njëjtë? Gjatë këtij muaji, nxënësit tonë janë në praktika. Çfarë do të thonë? Secili shërben në xhamit të cilat është caktuar nga ana e muftinive të ndryshme ku gravitojnë nxënësit tonë. Por është shumë e rëndësishme ta them se është e vërtetë se shtohet edhe numri i kërkesave për të marrë literaturë nga bibliotekat,
paraprakisht pa më hyrë në muajin e Ramazanit, për çfarë qëllimi? Me qëllim që marrin nxënësit librat dhe përgatiten për të shërbier apo ligjeruar në xhami. Dhe do më pyetësh cili është libri apo cila literaturë më shumë që kërkojnë nxënësit, më shumë që kërkojnë janë hutbet të zgjedhura, ligjërata të ndryshme fetare dhe garojnë se mos përfundoje literatura, se tash ne në bibliotekë kemi të gjitha librat nga 2 apo 3 kopje brenda, po këto të cilat shërbejnë për ligjerime e kam shtuar pak fontin, bisedoj 10-15 kopje ka, të cilat ato bëjnë gara dhe më thuan profesor, kush do e merr i pari, por në kohën e Ramazanit ato edhe i shkëmbejnë librat. Koordinohen mes vete. Koordinohen mes vete dhe s'do mend se gjatë këtij muaji nuk ka dyshim se nxënësit tonë shtohet lexim. Me që jemi në kohën e teknologjisë, do të thonë jemi në kohën ku teknologjia ta quajmë ashtu është në kulm dhe si duket pak i ka bërë hije çështjes së leximit. Sa janë të rëndësishme bibliotekat sot në këtë kohë të teknologjisë, ku informacionet mund të merren shumë më të shpejta në rrjetet sociale. Edhe pse teknologjia ka ndryshuar mënyrën e informimit, tash e kemi shumë më lehtë, do të thonë hin në Google, klikon, ka disa libra të cilat janë nëpërmjet PDF-it apo katalog të librave brenda, ka lloj kërkime mund të bësh, po funksione të shumta, por s'do mend që libri mbetet burimi kryesor. Edhe ajo asnjëherë nuk shohet. Është shumë interesante. Ta them që edhe ne kemi libra të cilat janë në formë digjitale, por gjithmonë kërkesa për libra të cilat janë të shkruara me tekst është e pazaventësueshme dhe shiqir Zoti që librat nuk shuhen, por gjithmonë shtohen. Asnjëherë nuk do të shuhen. Amen ishte. Edhe kështu që s'do mend që ka ndikuar edhe teknologjia, por tash kemi edhe literatura të bollshme, elhamdulillah, kemi shumë literatura të ndryshme nga shumë shtëpi botuese. Këtu do e potencoja një falënderim të veçantë ndaj shtëpisë botuese Logos, nga shtëpisë botuese Furkan, e tjera, Nuni, për shembull, edhe tjera të cilat pa hezitim besoni që une kur kam shkuar të kërkoj në një shtëpi botuese literaturë për medresen Isabeu, ato ma kanë ndërzuar Chelsea. Edhe vetë unë jam dëshmitari i kësaj që... Dhe ka thënë, hinë profesor, çfarë të duani, ne jemi në dispozicion për bibliotekën tuaj, sepse aty rriten gjeneratat të cilët do t'jenë udhëhecit, inshallah, apo teologët këtij populli për të ardhmen, dhe kështu që falenderoj pa hezitim. Ka thënë, çdo shtëpi botuese, kur kemi patur nevojë, kanë ofruar libra, edhe në formë digjitale, ka një mënyrë që neve na jepin nëpërmjet USB-s për t'i vendosur nëpër kompjuterët tonë që ne mund nxënësve tonë t'ua dërgojmë nëpërmjet emailëve të tyre. Allahu xhashanu i shpërbleft, me të vërtet luajnë një rol të rëndësishëm shkollat e botimit apo shtëpitë e botimit, që quajmë ashtu, në edukimin e brezave të rinj, sepse me të vërtet kjo shoqëri dhe këta të rinj kanë nevojë për më shumë për lexim se sa për çdo gjë tjetër. Ndërkohë me që jemi në Ramazan, si mund ta shfrytëzojmë Ramazanin për të krijuar një zakon leximi? Thonë ta bëjmë pjesë të jetës tonë. Shifni, do e them që muaji Ramazanit është një fillim për çdo besimtar. Një fillim i ri. Një fillim i ri. Edhe në këtë muaj mund të krijosh një zakon të ri, të fillosh. Është shumë e rëndësishme që fillimi të mbahet. Jo ta fillojsh edhe të stoposh. Edhe të krijuarit zakon të lexuarit gjatë këtij muaji mund ta fillosh. Si 10 minuta në ditë ta bësh zakon ditor, apo si ta them tash, pjesë tjetës ta bësh me fjalë tjera. 10 minuta në ditë të lexosh, por pa ndërprerje, për çdo ditë e krijon një
Një zakon të ri që të lexosh. Në ditë 10 minuta janë të mjaftueshme. 7 ditë, 70 minuta. 7 ditë, 70 minuta. 100 minuta, më thonë është goxha e madhe. Ramazani është një periudhë ideale për të filluar për të lexuar, sepse ka një atmosferë shpirtërore pak më të rashme, ka një harmoni të ndryshme gjatë këtij muaji, sepse në këtë muaj edhe krijon thash zakone të reja, në këtë muaj është ajo atmosfera shpirtërore pak më e ngjallur. Edhe njerëzit tonë, çdo njeriu është më emocional. Gjatë muajit është emocional, kështu që mund ta filloje si zakon të vetin që zakon të ri që të lexoj dhe duke lexuar ai vet do e kuptoj se a ka bën një punë të mirë, a ka bën një punë të keqe. Po siç edhe vetë urdhri për lexim erdhi pikërisht këtë muaj. Po. Dhe normalisht ruan një rol të rëndësishëm. I nderuar, për në fund, çfarë mesazhi do i jepni dëgjuesve lidhje me këtë që folet deri tani? Ramazani është një muaj apo është një mundësi për t'u afruar tek Zoti përmes dijes, shkencës dhe leximit. Leximi është adhurim për besimtarit. Edhe biblioteka është thesar që duhet shfrytzuar besimtari. Le ta bëjmë librin një shok të përditshëm i yni, jo vetëm gjatë muajit të Ramazanit. Ky është mesazhi kryesor, por edhe gjatë gjithë jetës son deri sa Allahu xhaleshanu na kishte dhënë ymër. Besoj se ky është mesazhi i ditës. Një mesazh domethënë, ju falenderoj shumë që ndajtën kohë. Allahu xhaleshanu ju shpërbleft me të mirat e tij dhe falenderoj që ishi pjesë e këtij podcasti. Falenderit për kohën tuaj. Zoti ju shpërbleft. Amin inshallah të gjithëve bashkërisht. Të nderuar shikues, leximi apo libri është vitamini më i bukur që mund t'i jepni trurit tuaj. Ne kemi shumë informacione dhe mund të gjejmë mënyra të ndryshme se si mund të marrim informacione shumë më shpejt se sa të lexojmë disa libra. Mirë po, më shëndetshme dhe më e mirë për trurin ton, ajo që ushqen trurin ton, vitamini më i mirë që mund t'i japim ne trurit ton është libri. Andaj ta bëjmë zakon leximin e librit. Nëse deri tani nuk e kemi bërë, të fillojmë që nga sot. Asnjëherë nuk është vonë për të lexuar. Edhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kërkoni diturinë nga djepi deri në varr. Deri në podcastin e ardhshëm, ju lutem në mëshirën e Allahu xhaleshanahu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.